them të drejtën, nuk e di pse më është fiksuar të paktën këto 2 ditët e fundit, sepse kjo mund të ketë në dorë. Masallallah, ka dorë bana këtu. Nuk e di pse mendoj këtë gjë. Ku ka dorë bana? Mos ndoshta ka qenë lojë e gjitha kjo gjëja. Ardhja e Fabianit për ta ngritur si çift që neve të na vi keq edhe të jemi pro dashurisë, edhe që ku di un fajin ka familja, ajo s'është e vogël, le të dashuroje, bla bla bla. Ndërkohë familja nuk është kundër që dashuron, por kundër që ta lbythën ai tjetri. Mos ndoshta na ka tosur bana gjithë këtë gjë në ardhin të vllajt, ëh? Se tash që është bëri pa besueshme formatet, që është vërtet. Se s'ka mundësi. Të thoj tjetra dhe nesër pas nesër me ardh prindit e mi këtu me nxjerr, nuk nxjerr, nuk domethënë dal, po nuk u shkoj me atyre në shtëpi. Se vllai kësaj çupës i tha që mami është smurur nga ty. E ti vazhdon akoma ta smurësh akoma më shumë? Nuk e di, domethënë, e kupton? Patjetër që prindis duhet ndërhyjë të dashuria, por tani kur ne dëgjojmë nga goja Adonit që një dush e kam jashtë, këtu dush dashuria me Olën për loj, ka diçka, domethënë që ka të drejtë jema që thot është smurur. Ku di gjë unë tash, nuk e di se janë bër këto formate aq pa besueshme, sa që çdo gjë që mund ndodhi aty e dim që mund të ketë dorë, në një dorë të fshet, për shembull. Në këtë rast po filloj të besoj që mund ta ketë krijuar Arbana për shembull. Arbana, se si më duket kushtet Arbana. Bana, mund të qenë te Bana. Mund ta ketë krijuar Bana për shembull gjithë këtë lloj skenari. Kuptoni që ne na vi keq edhe këta të ngrihen me pjesën e romancës. Ku ti gjani ziu tash, se do t'i hyj në hak. Po duke njohur për shembull, duke e ndjekur në kaq vite, duke parë se sa kështu këmbgulje ka Bana për të bërë romancat, edhe mund të jetë ajo gjë. Kam filluar ta mendoj që sikur ka qenë e gjitha lojë, gjithë kjo gjë. Nuk e di.